Edhe pyetja fundit hoxh, selam aleikum hoxh nderuar, lut Allahun të jeni mirë. Desha të pyes sepse nganjëherë përjetoj paralizë gjumi, që më ka lënë vetëm kur brenda vetes këndoj ezanin dhe ajetul kursi. Është e rëndë sepse më duket vetja sikur dikush po më mbyt dhe mezi marr frymë. Herën e fundit djeva sikur më kapën në nofull, dëgjova një zë gruaje që recitonte diçka prapa meje dhe nuk mund televizja. Dua të përmend se në shtëpi rregullisht përkas me ujë të kënduar, sepse shpesh nuk kemi qetësi, as unë, as fëmijët. Dhe pas përkatjes gjërat qetësohen, kërkoj falje që u zgjata, Allah është përbleft, ma bëni halal. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Është mirë mos me hamër para se me flet, se një prej shkaqeve që mund marrë është ushqimi, me marr abdes para xhumit, me fshi shtratin, me lexuar 3 herë kul Allahu felekun dhe nasën, sikur që ka ardhur në hadith. Nëse ka apet probleme, është mirë me marrë këtë dikon ku e kje mangat. Wallahu a'lam.